Eksperti iranian, drejtues në Agjencinë Hapësinore Amerikane, mbështet mujahidinët. Doktor Bezad Raufi, mbështetës i mujahidinëve, drejtori i sektorit të misionit të ngjitjes në sistemin e zbritjes njerëzore të NASA-s në Han. Përshëndetje për popullin heroik të Iranit dhe udhëheqësit e revolucionit të ri të popullit iranian, të cilët bën të mundur që ne të jemi fare këtu. Edhe pse prej shumë vitesh jemi larg atë dheut, sytë dhe vëmendja jon janë të drejtuar ka Irani. Dhe sipas mendimit tim, vetëm dhe vetëm ekzistenca e organizatës së lavdishme të mujahidinëve të popullit të Iranit e ka bërë të mundur këtë. Lavdërimi i madh për të gjithë ata që ranë dëshmor në rrugën e lirisë, të cilët prej 120 vitesh janë në luftë për të sjellë pavarësinë dhe lirinë në Iran, veçanërisht për 6 dëshmorët e fundit të ekzekutuar të organizatës së mujahidinëve. Le të them një histori të shkurtër para se të kalojmë te Artemis D dhe objektivat e saj, dhe në përgjithësi, objektivat e programit Artemis. Qëllimi aktual i Amerikës është që jo vetëm të kthehemi në Hën, por këtë herë të shkojmë atje dhe të qëndrojmë. Do me thënë të ndërtojmë një bazë të përhershme në sipërfaqen e Hënës, që të kemi prani të vazhdueshme. Ashtu siç themi për stacionin hapësinor, duam të kemi një permanent presence, pra një prani të përhershme në Hën. انگلیسیش بگم permanent presence یعنی یک حضور دائم